bekuar dhe që është nuk ka ekzistuar më përpara. Pra ka ekzistuar në një përqindje 0,1% në difuzionin e seksualitetit. Janë shtuar rastet e problematikave të difuzionit të seksualitetit. Fëmijët, sidomos ajo mosha rëndësishme 10, 12 deri në 15 vjeç. Janë shtuar rastet e fëmijëve të cilët nuk pranojnë trupin e tyre biologjik si janë, dhe vajzat raportojnë që ndjenë si çuna, ndjenë si ndryshe, ose një nga ato 1000 emrat e shumë përfolur dhe shumë përdorur mediatikisht sot. Pse kanë dalë këto 1000 emra? Kanë dalë pikërisht nga këto 2 dekadet e fundit, por këtë rinj është problematika më e madhe me cilën unë përballem në klinik. Ky difuzion i seksualitetit të rinjve. Jam vajzë, po unë ndjem djalë. Jam djalë, po unë ndjem vajzë. Unë nuk e di se që jam djalë apo vajzë, por më duhet ta eksperimentoj. Ose raportojnë shprehje të seksualitetit, pra terma të seksualitetit, biseksuale, pa përjetuar fare eksperiencë seksuale. Kjo është sepse i shikojnë këtë shortse në këtë video është një lloj komunikimi në grupin e tyre që me patjetër duhet të identifikohen, duhet të përcaktojnë dhe identitetin e tyre seksual dhe gjinor. Po kjo kalon pas asaj moshe. Se janë shtuar këto gjë. Kalon pas asaj moshe kjo gjë. Në këtë moshë është shumë problematike kur fillon, pra nga hyrja në pubertet. Deri në moshën 18 vjeç, presupozohet është zgjidhur pjesa e identitetit, janë të parat që konsolidojnë identiteti gjinor dhe seksual. Pra bëra pjesë e një grupi dhe krijimi i identitetit gjinor dhe seksual. Shkon preferencat e gjitha. Pse janë shtuar këto raste të këtyre difuzioneve seksuale? Diçka që tek ne nuk ka qenë pse ekziston të fare. Linte vajzë është vajzë, linte djalë është djalë. Janë shtuar, unë shikoj shqetësuese në kontekstin klinik. Shumë shqetësuese. Ka fajin telefoni, do thuash. Po, të cilët kanë ndikuar sepse këto mediat sociale japin dhe një stil komunikimi, japin një stil komunikimi cool. A mund të japim një përgjigje edhe prindërve që mund të kenë këto shqetësime, se mund të ketë një prind që mund të shfaqë një shqetësim me fëmijën në këtë moshë. Ka prindër që i kanë këto shqetësime, përballen me këto shqetësime. Ikën ky shqetësim bazë adoleshencës? Atëherë, kur zgjidhet dhe kërkohet ndihmë ke specialisti pra për problematika, për fëmia ka thirrur, ka deklaruar ose prindi e ka pikasur, mund të trajtohet. Pra në raste pikase që janë problematika psikologjike të ankthit, të cila ka bërë fëmijën të keq lexojë gjendjen e vet të seksualitetit. Dhe ka quajtur veten të tillë, sigurisht që merr zgjidhje. Merr zgjidhje me një herë, pra sepse mendja e fëmijës lucidohet, kristalizohet, arrin të kuptoj më mirë veten e vet, dhe në momentin që arrin të kuptoj më mirë veten e vet, mund të marrë mendime më të mira dhe ta lexojë veten e tij më mirë. Dhe prandaj ndalohen ato praktikat hormonale apo ndërhyrjet kirurgjikale për transformimin e gjinive dhe seksualitetit, pikërisht sepse fëmia nuk është ende gati dhe nuk e di ende ç'është të bëjë me trupin e vet, me veten e vet dhe me identitetin e vet, sepse e ka në krizë.